Këto janë blerjet e mia nga Panajeri dhe më pas do ju tregoj blerjet e mia nga Adrioni. Dhe le të fillojmë pak me klasikët e Wegenit, që normalisht është Dostojevski, i panjohuri dhe adoleshenti. Doja shumë të plotësoja veprat e tij, më ka ngelur dhe shumë pak vepra pa i pasur në bibliotekë dhe për të nisur përsëri të lexuar nga Dostojevski, dhe pse unë e shijoj më së shumti Dostojevskin tani në dimër. Pastaj mora një tjetër klasik të famshëm që është Gustav Flaubert. Unë kam lexuar Zonjën Bovary dhe mora Edukimi i ndjenjave. Dhe një tjetër libër që mezi po prisja ta kisha në duar është Në mbretërinë e Akullit. Mua më ngjason pak dhe me librin e Dan Brownit, Mashtrimi i Madh, nëse ju e keni lexuar, sepse flet për Polin e Veriut dhe do doja shumë të kisha një udhëtim tjetër në Polin e Veriut fal një libri. Këto ishin blerjet e mia nga Wegeni. Nga shtëpia botuese Albas unë kam zgjedhur vetëm 2 tituj, pasi kam marrë dhe shumë tituj tjerë gjatë vitit nga Albasi dhe këto 2 tituj më kanë rënë goxha në sy. Është Anisa Markarian me veprën e saj Shesarja e Republikës. E kam parë në Book Instagram dhe doja shumë të njeha një autore shqiptare. Dhe një tjetër klasik, që mua më pëlqen shumë, kolona e klasikëve të Albasit, është Komediania. Edhe këto e kam parë shumë këtu në Instagram, pse jo mos ta merrja. Këto janë blerjet e mia nga Panajeri i librit tek Adrioni. Nuk kam vetëm këtë, po ju tregoj librin më të madh në fillim, që është Hije që të ndjekim pas Robert Galbraith, dhe kush e ndjek ose më saktë kush e ka lexuar Këngën e Qyqis e di se për çfarë jam duke folur unë. Një tjetër libër ose më saktë vazhdimi një sage që unë sapo e kam mbyllur, që është Saga e Forcajsve, dhe kush e ka lexuar di se për çfarë jam duke folur, është Kronika e Forcajsve, Shoqërusja. Libri që kam hasur më së shumti gjatë verës nga Herman Hesse është Gertruda, kështu që nuk humba shansin ose rastin ta merrja. Rebeka, ndërsa një autor shqiptar që zgjodha ta marr pa frikë është Ymer Çela me Burgu. Unë kam edhe Ëndra Blu pa lexuar nga ky autor, por thash përpara se të lexoj atë, duhet të lexoj edhe këtë librin e vogël dhe ta mbyll me autorin. Por kam dhe 2 vepra të tjera që kam marrë tek Adrioni, është Zhdukja e mistershme e Marksesës së re dhe Loria, edhe I varfër I pas 3 në Paris dhe Londër. Këto ishin blerjet e mia tek Adrioni dhe tani kalojmë tek libraritë e tjera. Ndërkohë te Onufri unë zgjodha të marr Udhëtim në malin e shenjtë nga Niko. E kam parë shumë në Instagram, më shumë nga vajzat që lexojnë klasik, kështu që po, thash dua ta lexoj dhe unë këtë librin e vogël. Ndërkohë tek libraritë që dua, kam bler novelat e Stefan Zweig. Janë 2 vëllimet e novelës. Kjo është kopertina e re, ndërkohë kjo është kopertina e vjetër. Kjo është vëllimi I 2 dhe vëllimi I parë janë këto. Unë nga sa pash e di që Stefan Zweig do më pëlqej, sepse kam lexuar edhe 2 vepra të tjera nga autori, dhe pse jo të mos I merrja dhe ti kisha pjesë të bibliotekës time. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo book haul, sepse është goxha I madh, dhe nëse keni lexuar në një nga ato tituj që un kam treguar këtu, më thoni, sepse do më bëj shumë qefi të ndani mendimet me mua. Kështu që shihemi në postimet e radhës.